Pjesëmarrja e bizneseve të gastronomisë në panairin e parë të gastronomisë detare në Vlorë ishte një vlerë e shtuar dhe një mundësi për të prezantuar elemente përfaqësues të kuzhinës, produkteve dhe përvojave që lidhen me territorin që ato përfaqësojnë. Gatimet ishin përgatitur nga restorante dhe hotele të ndryshëm të zonës, të cilat prezantuan receta të veçanta dhe produkte të freskëta deti. Çdo pjatë ishte një kombinim i mjeshtërisë kulinare dhe pasurisë natyrore të Vlorës. Një nga njohësit e kësaj fushë, Sherif Durmishaj, vlerëson iniciativën e ndërmarrë nga Bashkia e Vlorës. Sipas tij, ky është prezantimi i gjithë mundësisë së vlerave që Vlora prezanton në gastronomi, por dhe në pasurinë nënujore. Atëherë falenderoj Bashkinë për këtë event të demonstrimit të vlerave natyrore që ka Gjiri i Vlorës dhe deti Jonian. Këtu po prezantojmë gjithë mundësinë e çfarë vlere Vlora prezanton në gastronomi. Administratori i qendrës së peshkimit Oriku në Radhim, Sherif Durmishaj, prezanton edhe ato çfarë Vlora dhe Gjiri i Vlorës ofron, përfshi këtu edhe speciet e ralla. Pas me ndodhet një pjesë e vogël çfarë Gjiri dhe Vlora ofron. Duke filluar nga mbretëresha e detit që është një gjinkall, e shpellave të blu të Karabrunit, ostrika e Gjirit të Orikut, viola e Mezokanalit dhe skampi boj Mezokanalit. Janë gjenden mbi 400 metra ujë, flota jonë e peshkimit i sjell pranë qendrës së peshkimit në Radhim dhe pasi përpunohen dalin në treg. Njëkohësisht kemi dhe arrën e Gjirit që përdoret o e gjallë ose vetëm në mundësinë e hapjes siç është aktualisht. Njëkohësisht e dy vera, unë jam administratori i qendrës së peshkimit, Sherif Durmishaj, dhe pata kënaqësinë të prezantoj të jem pjesë e këtij eventi. Durmishaj thot se ka patur interes të jashtëzakonshëm nga turistët kryesisht të huaj për këtë panair që prezanton Vlorën e nesërme. Është një interes i jashtëzakonshëm, turisti në vetvete është një eksplorator dhe duke qenë një eksplorator, eventet të tilla krijojnë gjithmonë një efekt të mirë në përhapjen e fjalës dhe në atë që Vlora jonë do të jetë nesër. Ky panair ishte një festë e shijes, por dhe një mundësi për të theksuar rëndësinë e bashkëpunimit mes komunitetit dhe sektorit turistik në promovimin e vlerave detare të vendit tonë.